Peja mori një fitore të rëndësishme në ligën unike të basketbollit për meshkuj duke mposhtur Vllaznin në Shkodër 93-70. Dueli në pallatin e sportit Qazim Dervishi pati 2 tablo. Në pjesën e parë sfida ishte e fortë dhe e ekuilibruar me diferenca të vogla në favor të skuadrës pejane. Miq fituan periudhën e parë me rezultatin e ngushtë 21-18. Mirëpo Vllaznia reagoi mirë në të dytën dhe pas impetet Bukuria doli ta fitojë këtë periudhë 27-26. Rezultati që i çoi ekipet në dhomë të zhveshjes me 2 pikë avantazh për miqt. Diferenca në këtë takim e bëri sidomos periudha e tretë. Me rikthimin në parket, pejanat ishin të transformuar, shumë të saktë në gjuajtje dhe perfekt në mbrojtje. Ata e fituan çerekoshin e tretë me rezultatin e thellë 25-8 dhe krijuan një shkëputje të madhe. Me shkodranat që u dorëzuan përpara kohë dhe u mundën edhe në periudhën e fundit 21-17 dhe të gjithë përballin me 23 pikë disavantazh. Më i dalluari tek Peja ishte Brejsi, i cili realizoi 30 pikë, ndërsa të tjerë që spikatën ishte Art Hajdari me 23 pikë dhe Edwards me 15 pikë. Në anën tjetër tek Vllaznia u veçua Julian Bryant, i cili ishte më efikasi për ekipin shkodran me 21 pikë. Nuk është se patëm gabime, por kemi 2 lojtarë që janë të vramë, që ndikojnë shumë në performancën e ekipit. Periudhën e 3 dhe 4 ishin të raskapitun. Peja është një ekip shumë serios, që ka ndryshu roster totalisht nga ndeshja e parë. Problemi jonë nuk është apo kalojmë grupin, as po kalojmë grupin. Problemi jonë është që kur nuk e kena ekipin e plot, nuk jena në gjendje me shpalos lojën tonë. Deri tani në fazën e grupeve të Ligës Unike, Vllaznia regjistron 2 fitore dhe 3 humbje, ndërsa Peja 2 fitore dhe 2 barazime.